Symsyet martës e gjeti në Berlin kryeministrin Edi Rama. Kapim në i Gjerman, ta vrasim jo ta vrasim, ta mysim me mikpritje, se na duhen të gjatë. Një komunikim ndryshe me ndjekësit e tij online u zhvillua në panairin ndërkombëtar të turizmit, hapja e të cilit u cilësua sukses në organizimin e delegacionit Kuqezi. Qa flet Broçkulla, thot, po pse po flas Broçkulla Xhan? Të duket Broçkull që Shqipëria është vendi i nderit në panairin global të turizmin në Berlin, që është panairi më i madh në botë, që deri dje nuk na afronin as te dera, shive sot jemi në qendër, 800 metra katror në zemër të panairit. Vendi i nderit, Shqipëria. Komentet nuk munguan për zhvillimet politike, si dhe parashikimet për qëndrimet e ardhshme të administratës së re amerikane, por reagimi i Ramës lajmëroi të papritura. Dhe kaloni oqeanin, unë me oqeanin nuk kam pas problemet i dashur, pas ke fjetur në kënet dhe zgjuar në kënet, unë me oqeanin nuk kam pas probleme. Dhe t'jesh i sigur që e kaloj oqeanin sa herë të dua, mos u çudit fare kur ta shikosh që jo do ta kaloj. Po flas më shumë. Po ja lëm kohë se dua të të bëj një surprizë të këndshme ty edhe kënetës bashkë. Për kryesocialistin rezultati i zgjedhjeve është i qartë dhe mandati i katërt i tij thotë se do i shërbejë antarësimit në Bashkimin Evropian. Por mua fundi është kur i ka Albania këtu, ta marrim, ta vendosim tek tryeza e Bashkimit Evropian. Albania aty dhe Franca, Gjermania, Hollanda, emrat e të gjithëve aty kanë një peshë, kanë një forcë, kanë një kuptim. Antar të barabartë të familjes europiane. Takimin virtual e mbylli me bindjen e rritjes turistike të mëtejshme të vendit tonë në sytë e botës, duke marrë dhe premtimin e zyrtarëve të huaj se do të vizitojnë Shqipërinë. Yes, I will visit you. Do vinë në Shqipëri, kryetari i Bashkisë Berlinit.